Megjithatë këto i ka pas dhe bota këto probleme ben kur vje puna kur thu për rrëmbin e pronës por ndryshe nga bota ka avu tull mas tull dhe e ka nrejt strukturën. Ne është kjo që ne vazhdojmë edhe sot me aksione mbas 100 ca vjetësh shtet. Ne vazhdojmë gjërat me aksion dhe këtë drejtësi që duhet vendosim tash që pa diskutim duhet vendoset tu drejtësia, pa diskutim ka korrupsion dhe duhet vim borë që është bo gangren për shtetin dhe është e dukshme. Por nuk bëhet me aksion. Bëhet me institucione dhe ne de facto nuk kemi mundur ngrim institucione të konsolidume, serioze dhe të pavarura. Po, edhe kjo ka një shpjegim. Për të ngritur strukturat të tilla, dhe do jap një rast me Amerikën, është një shembull për Amerikën që një koloni, tash do më falni që nuk e kujtoj termin e sakt, arriti që t'i bënte kanonet e qeverisjes, ishin njerëz zakonshëm. I bën anije, gjatë rrugës i po shkonin në Shtetet e Bashkuara. Dhe me atë ngritën kanonet e shtetit. Tani është si temë që studiohet në filozofinë politike. Tek ne, modeli më i mirë që ka ekzistuar ka qenë modeli Osman, sepse ata ndetën 500 vjet, kishin strukturat e tyre, pa çfarë thuhet, dhe ata krijuan probleme tek ne, po kishte një strukturë. Patjetër, administrimi, edhe struktura administrimi shumë të fortë. Po, ata na mësuan dhe korrupsioni dhe gjërat, por ishte në sistem kapilar, që ata llogaritë që në shekullin e 15 kishin defterët për taksat, për strukturën e familjeve, për mënyrën e organizimit të fshatrave shqiptare e me radhë. Modelin më të mirë në atë model kemi dhe modelin e kohës komunizmit, që nuk shkoi shumë, edhe pak modelin e kohës Zogut, por dhe Zogu bëri atë gabimin që po bëhet sot. Çfarë? Nuk mund të implementosh siç quhet sot një premis shumë e mirë që e mori në mos gaboj kodin civil francez. Edhe zvicerian, po. Zvicerian. Por ato janë përshtatura për individin zvicerian dhe individin francez.